Nëse po i numëron vitet për pasaportën gjermane, ndalo një minutë sepse ky lajm mund të ndryshojë planet. Aktualisht shtetësia merret zakonisht pas 5 viteve qëndrimi ligjor në Gjermani, por sot CDU ka dalë me një propozim që kërkesa të rikthehet në 8 vite. Jo, nuk është ligj ende, por është sinjal politik i fortë dhe kur politika ndryshon drejtim, ligjet shpesh ndjekin. Pyetja është, nëse ti je në vitin e 4 apo të 5, a duhet të aplikosh sa më shpejt? Nëse je në vitin e 2 apo të 3, a duhet të përgatitesh ndryshe? Shumë njerëz mendojnë kam kohë, por sistemi nuk pret askënd. Integrimi, gjuha, puna, kontributet, këto nuk janë vetëm formalitete, janë argumente. Dhe tani lind pyetja tjetër. Apo bëhet Gjermania më e ashpër me shtetësinë apo thjesht po kërkon më shumë integrim real? Nëse rregulli kthehet në 8 vite, shumë plane familjare, kredi, investime, lëvizje do të shtyhen. Por kujdes, paniku nuk ndihmon, informimi po. Prandaj mos u mbështet te thashë themet, por kupto ku je sot dhe çfarë duhet të bësh nesër. Në cilin vit je ti aktualisht dhe a do të ndikonte një ndryshim i tillë në jetën tënde? Shkruaje në komente, sepse dua ta di sa prej jush do të preken realisht nga kjo lëvizje politike.